Do të flasim sot në këtë emision nëse ka lënë dilema për mënyrën se si ndahen vendet në KQZ apo jo. Pak disa javë më herët kemi biseduar në kuadër këtij emisioni, po kështu me zotin Blerim Burjani, njëjtë sikurse do të bëjmë edhe sot. Herën e kaluar zoti Burjani ka thënë se është shumë e qartë, është kompetencë e presidentës, partitë i propozojnë e presidentja i emëron. Zoti Burjani, tu ngjat jeta. Ashtu sikur se thatë ju herën e kaluar që biseduam live në këtë emision, por u bën zhvillimet se sikur i dim dhe ja ku jemi sot. A tha kushtetuesi janë ndryshe nga ajo që keni thënë ju? Jo, në asnjë variant, domthonë kushtetuesja apo gjykata kushtetuese nuk merret në këtë punë. Atëherë pse gjithë kjo dramë pra? Edhe më herët e ka thënë gjykata kushtetuese shumë qartë, domthonë kjo çështje e presidentes, po edhe çështje shumë e qartë në Kushtetutën e Republikës Kosovës me nenin 139 ose me ligjin e përgjithshëm të përgjithshme. Pra kjo thuhet shumë qartë, formula është 641. Kjo i vjen që 6 grupe parlamentare duhet me spari e propozojnë nga një antarë për KQZ, ndërsa nëse ka më pak grupe parlamentare të shumicës, pra atëherë mundet me shku një antar shtesë nga grupi më i madh parlamentar, po që ajo është shumë e qartë, ndërsa në anën tjetër 4 vendet e tjera 10 janë të minoritete dhe një vend është për kryesuesin apo kryetorin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që emërohet nga presidentja. Formula është 641 dhe asnjëherë nuk ndron, pra 11 antarë po Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Prandaj kot është që presidentja më kërkue në një farë këshillë që zakonisht po lip këshillë të gjykatës kushtetuese. Nuk është organ këshillëdhënës dhe nuk është organ i cili mundet me zgjedh probleme politike. Nëse partitë politike dërgojnë më shumë kandidat, ajo është në kompetencën e tyre, pastaj të presidentes apo në diskrecion të saj se si vendos, dhe natyrisht nuk mundesh me vendosë të kundërsht me nenin 139 me ligjin e përgjithshëm për zgjedhje. Pra, unë më tepër e sharrek se presidentja ka një farë frike që mos po gabon nëse po dëmton ndonjë prej grupeve parlamentare në këtë situatë që ka të drejtë emërimi më shumë se një antar. Pra formula është shumë e qartë, edhe ligji i përgjithshëm është shumë e qartë. Prandaj këtu është kretë tema e frikës e cila presidentja ka ndërpruar mbi vete ose nuk po dha me marrë përgjegjësi ashtu si duhet. Prandaj gjykata kushtetuese nuk zgjidh problemet të cilat nuk kanë ekzistuese. Ajo shumë ka qenë e qartë edhe më herët, jo vetëm herën e fundit që ju ka drejtuar gjykata, ajo ka drejtuar gjykatës kushtetuese edhe më herët dhe ka pas një përgjegjësi. E ka ajo poshtë gjykata që nuk është temë gjykatës kushtetuese me luajtur rolin e organit këshillëdhënës. Ata janë organ këshillëdhënës, edhe nuk janë organ i cili janë shërbim dikujt, por janë vetëm organ apo është institucion që nxjerr aktgjykim dhe vendos vetëm për tema të cilat i kanë kompetencë të saj. Pra, jo për gjithçka më pyet gjykata kushtetuese. Në anën tjetër, përpara po them diçka përpara që ka qenë lirek se kur s'ka pas si pa problemi. Asnjëherë, na po ballavacione për formën këtë lashe se kur s'ka pas probleme. Gjithmonë ka qenë ashtu. Grupi më i madh parlamentar ka thënë 2 antar, tjetër kanë pas kanë kur s'ka pas më shumë grupe parlamentare që kanë kaluar apo parti politike që kanë kaluar progun zgjedhor, pra në kom pjesë e Kuvendit të Kosovës, ndërsa formula tjetër ka qenë 4 me minoritete që dihet, pra 6 plus 4 plus 1 gjithmonë formula ka mbet e njëjtë dhe sot është e njëjta formulë. Mirë po, tashmë tepër po bëhet politikë, në këtë temë se sa që po ka diçka tjetër tek kësaj natyre që është teknike, normative apo kushtetuese. Kjo po bëhet politike që nuk ka nevojë më bëhet politike fare. Presidentja dhe ta zbaton kushtetuesën si thotë dhe ligjin për zgjedhje, dhe në rast se për shembull ka 6 grupe parlamentare brenda, ai herën e parë i emëron nga një. Pastaj nëse ka më pak grupe parlamentare, pra se që është, atëherë partia më e madhe që ka fitur vota e ka shtesë edhe një antar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Mos harrojmë PDK gjithmonë më herët kur ka qenë partia e madhe ka pas 2. Tjetri ka pas kanë 1. Kështu ka qenë edhe në kohën time kur nuk kanë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Gjithmonë KQZ ka pas përkatësisht PDK ka pas 2 antarë se ka qenë partia më e madhe parlamentare apo grupi më i madh parlamentar se është ligji për zgjedhje dhe Kushtetuta e Republikës së Kosovës, ndërsa subjekte të tjera politike kanë pas nga një antar edhe minoritet. Atëherë pse pra Zoti Burjani, pse pra nëse s'ka pas probleme të tilla të kaluarën dhe ka funksionu, pse tash ky problem kur kanë kalu bukur disa vjet edhe kujtoj se
mund të kenë mësu njerëzit se si funksionon, si interpretohet kjo pjesë, kjo çështje. Po, unë për qëra të me herë që është shumë të të befasu që çështja për fakt se gjithmonë ka funksionuar qartë, do të thonë do zbatu drejt të ligji për gjithë dhe Konstituta e Republikës Kosovës. Ka pas asnjëherë si të lashet e kësaj natyre që në të thonë prapë është në natyre politike. Pra, presidenti aty në vlerësu vetë me diskrecionin e vetë. Nëse nuk janë 6 grupe parlamentare, po janë më pak në kuvend, atë partia më e madhe apo grupi më i madh parlamentare merr edhe një antar shtesë. Në këtë rast lëvizja vendosje ka kërkuar një me pas më shumë si antar për shkak se grupi më i madh parlamentar nuk mbahet më në historinë e Komisionit Qendror dhe që një subjekt politik i ka pasur 3 antar, që fond grupi më i madh parlamentar. Kjo nuk mbahet më në Kosovë për 90 vjet. Kjo është e sigurt 100% çka pamonë, se një shumë mirë këtë punë. Prandaj nuk ka ndodhur kurrë me pas kësi partia me lyp një parti politike përveç 2 me lyp edhe një me bë 3 aty, 3 antarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kjo ka shkuar me formulën proporcionale. Në mënyrë proporcionale ka qenë të bërë Komisionit Qendror, sepse ben sistemi jo është proporcional i zgjedhjeve, Dhe në këto sozë edhe PDK ka thonë se s'do të posën e 2 antarë për shkak se ky sistem proporcional e një proporcion, domthonë, një sistemi proporcional dhe kushtetuta jonë në proporcion i vjen me kon 3+2, e tani kjo formula në mëllë që s'guzot për me ndrua. 6-4 s'mundet me ndrua. Ajo formula është e përgjithshme dhe unë e shpjegoj më të plotësisht se ka thënë me shpjeguar dhe klasën dhe përzin kur ç'është merret vesh. Formula është e njëjtë. Gjithmonë është 6-4, po 6 grupet parlamentare. Nëse janë 6 në kuvend, ato spori emërohen nga një antar. Pastaj, nëse janë më pak se 6 grupe parlamentare, atëherë partia më e madhe e merr 2 antar. Pra kjo thon se dhe gjithmonë partia më e madhe ka pasur në historinë këtij sistemi proporcional dhe në historinë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve gjithmonë partia më e madhe ka pasur 2 antarë ndërsa të tjerët i kanë pasur ka 1. Po tash kjo formulë po tentohet të ndrohet dhe po thuhet që jo kjo nuk bën sepse kjo politikisht nuk i kombinon subjektit më të politik dhe ku të shikojsh mirë dhe analizojsh mirë. Okej, po presim që të rikthehet sërish linja me zotin Blerim Burjani. Ka qenë antar i KQZ-s dhe po flasim duke trajtuar pikërisht këtë çështje pas 2 vendimeve në fakt të gjykatës kushtetuese, ato që hedhi poshtë kërkesën për çështjen e mospjesëmarrjes së deputetëve në seancën për presidentin të ngritur në gjykatën kushtetuese nga disa deputet prirë nga zonja Agjiu dhe çështjen e presidentes për antarët e KQZ-s, kur nuk dinte nëse duhet jap vetëvendosjes 3 apo PDK-s 2. Zoti Burjani, jemi sërish në linjë. Pikërisht ajo që ishit ju duke thënë, te kjo çështja e proporcionalitetit nuk mund t'i kërkoj vetëvendosja 3 antar, meqense ka mbi 51%? Po kjo me shyrë realisht vetëm nëse mungon një grup parlamentar, që për shkak i ki 6 grupe parlamentare që do të me konë në kuvendin e Kosovës, dhe nëse mungon, janë vetëm 5 atëherë nga revizja dhe vendosje plus 1, që shtu shkon, nuk ka plus 2, po plus 1. Po, thashtë, aja për i kërkon, 3 për i kërkon. Edhe kjo është problemi kryesor qysh me zbatu e do më tonë në nenin 139 të kushtetutës apo ligjin për zgjedhje, ku një subjekt politik kërkon do më tonë ma shumë në proporcion me pas. Edhe për këtë arsye na kena telashe dhe probleme dhe Partia Demokratike thotë nuk është të rregull në këtë sistem proporcional një subjekt politik, ma i modhin i pas 3, këta tjetë me pas ka 1, do më nuk shkon. Edhe prandaj këtu është edhe problemi kryesor. Po unë mendoj që presidentja do të më shfrytëzojë të drejtën e vet diskretive apo diskrecionin, sepse nuk ka telashe nga gjykata kushtetuese dhe me vendos ashtu që duhet. Unë mund ta japim mendimin tim profesional lidhur me këtë punë, por nuk mund gjë me ndihmu më shumë presidente, sa ajo vetë do të konë guxeshme me marrë vendim, pasi që gjykata kushtetuese nuk është organ këshillon dhe nuk e këshillon për këtë temë. Pra unë mendoj që duhet më rujt sistemi që spoku, do më tonë subjekti më i madh politik në këtë situatë që duket lëvizja dhe vendosje, duhet me pas, do më tonë mas pari duhet të ketë 2 antar, pastaj secili subjekt politik
që është grup parlamentar në kuvend duhet të ketë nga një, pra kështu me shkua, dhe herën e dytë, nëse nuk plotësohet kvota prej 6 anëtarëve të Komisionit Qendror Zgjedhje që vijnë nga 6 grupet parlamentare dhe mungon ndaj grup parlamentar, atëherë mundet me fitu një subjekt politik që është më i madh edhe një antar shtesë. Po unë nuk po them që s'ka të drejtë lëvizja dhe vendosin i post 3. Se kur të shikojsh formulën adina, ata mendojnë që ka të drejtë me post 3, po në sistem proporcional, në parimet proporcionale nuk e ka të drejtë. A në parimet ajo që lexohet, ashtu si lexohet kushtetuta, mundesh me thonë, nëse nuk e interpreton fare, ajo bën logjikisht shumë në herë është e qartë se mund të ketë 3 antar. Por nuk nuk gëzon çaj 6 i mendruar. Vetëm 6 antar mbeten të shumicës, të shumicës e partive politike që i takojnë mazhorancës popullore apo popullit mazhorancë, derisa ato 4 që nuk preket të minoritetit i cili është vjen nga gjykata themelore të Komisionit Qendror Zgjedhjeve. Cili do të jetë veprimi i radhës si presidentes? Direkt le shkon ajo e din të më shku ose nuk e din. Ajo mas pori të shkon çu po thonë. Mas pori e mbron nga 1. Edhe është apo plotësohet kvota në 6. Nëse nuk plotësohet kvota në 6, atëherë partisë modhe jep edhe 1 antar të Komisionit Qendror Zgjedhjeve dhe përfundon çdo. Pra, nëse nuk e ka guximin me bën ndryshe këtë punë. Po deri më tash janë 5. Deri më tash janë 5, nga vetëvendosje 2 Alban Krasniqi, Violeta Salihu, Ilir Gashi PDK, Sami Hamiti LDK, Muharrem Nitaj AK. Po tash nëse ki formulën 6-4-9, nuk do të në çdo situatë do të kon formula 6-4-9, domethënë. Në çdo situatë ata si do të jetë veprimi i radhës? Si do të jetë veprimi i radhës si presidentes? Siç nëse ka 3 vetëvendosja, për shembull, nëse ka se për momentin po thuhet vetëm 2. Nëse i ka 2 vetëvendosja, këta e kanë 1, kjo vjen që nuk është plotësu kvota e nevojshme ajo kushtetuese dhe ligjore që e tash e ligji përgjithë apo kushtetuta e Republikës Kosovës, se të 6 do të mbrit në secilën variant. Do të mbrit të bashkia etnike shumicë, domethënë që i takon mazhorancës popullore. Pra kjo është do të mbrit të çatë në herë. Por unë e thash shumë qartë, le të vendos presidenti as pori nga 1. Ta emron. Pastaj kush cili është grupi më i madh parlamentar do t'i merr edhe 2, edhe 1 përkatësh, edhe 1 antar më shumë dhe këtë janë 2. Po nuk mundet me pas 3-4 ose më shumë, sepse pastaj hup ajo formula e proporcionalitetit. Po këto nuk mundesh me vit vendosen që ekziston dhe formule të tilla kësaj natyre që është e qartë që na flasim gjithmonë për sistemin proporcional të zgjedhjeve, që nuk lejon domethënë mazhorancën e tepruar, ose nuk e duron domethënë demokracinë monologe që quajnë apo konsensuale. Edhe KQZ-ja është organ konsensual. Ma thuj me saktësi sipas analizës, sipas bindjes tuaj, sipas vështrimit personal dhe profesional. Një antar tjetër që do ta vendos presidentja, nga cila parti duhet të jetë? Një antar tjetër do të jetë nga grupi më i madh parlamentar. Do të thonë vetëvendosja do të ketë 3. Po, nëse nuk prishet formula 6, apo më kupton, Florek? E qartë, po deri më tash. Nuk mundet me formula, domthon 6 grupe të mëdha parlamentare, dhe ne e pasharë, 6 grupe të mëdha parlamentare i kanë të drejtë me pas antar të Komisionit Qendror Zgjedhjeve. Dhe ata mas pori e emërohet nga 1, pastaj grupi, nëse grupat parlamentare janë më pak se 6, atë partia më e madhe apo grupi më i madh parlamentar i shtohet edhe 1. Shumë qartë jam, edhe 1 antar. Kjo vjen që mundet me pas 2, mundet me pas edhe 3, po zgjozon me formulën 6 që nuk gëzon me anashkalu 6, dhe gjithmonë ekziston formula 6-4-9. Nuk mundesh me punu jashtë formulës, se nëse i bën 7 grupe parlamentare, atër 7 atër hu formule që e përbohet KQZ-ja për 11 antarëve, po i del 12 pastaj antarët. Dhe nuk mundet me anashkalu formulën e cila shumë e saktë dhe e qartë. Sepse që në natyrën politike, parti politike kanë drejt me kërku, po ajo çka shkruhet në kushtetutë, kjo është për befasi se kjo s'ka ndodhur asnjëherë në historinë tonë, shumë formula shumë e qartë. 6-4-9 gjithmonë shkon domon, nëse është një grup. Nëse mungon një grup parlamentar, nuk janë 6 grupe parlamentare ku vend, atë partia më e madhe apo grupi më i madh parlamentar mbron edhe 1 më shumë janë mbron për 2 edhe kjo përfundon çatë. Edhe luhet në sistemin e parimit proporcional që do të ekzistojë domosdoshmë mënyra asona apo çështja proporcionale brenda vendimorës së Komisionit Qendror Zgjedhjeve, pra nuk mundet me kon majorizim që quhen ana.
Nuk mundet me ekzistua ajo formule majorizimit për shkak se ekziston sistem proporcional i zgjedhjeve në Kosovë. Dhe mu po vjen shumë keq që ka ardhur edhe presidenti janë këtë ditë, po edhe gjithë partitë politike që vinë, se unë po them për vitin 2019 shumë çuditëra kanë ndodhur. A nuk mund të jepet ato që janë shumë torta? As mund të jepet PD-k-s? Edhe si kushtetuta ajo po qiten një lloj shumë dilema dhe po del gjithkusht po interpreton çka po dëm pasandaj. Jo ata që duhet me interpretu, po kush po mundet. Shumë shkurt. Pastaj qysh e shen njëri në kuptimin e vetë mu pa mërmenja, këtu nuk po çka ta mërmenja, shumë është e thjesht dhe e qartë situata. Okej. Këtu s'po çka ta mërmenja, duhet me realizu qatë formulë që konë edhe ma herë, do mëne që nuk e shkatron do mënë mënyrën e vendimore se sistemin proporcional në Komision që do të zgjedhje. Si e lexove faktin që kushtetuesja hodhi poshtë kërkesën për çështjen e mos pjesëmarrjes së deputetëve në seancën për zgjedhjen e presidentit më 5 mars? Se janë dy vendime të gjykatës kushtetuese, vëmendjen e mori në publik kjo për KQZ-n e jo për çështjen e deputetëve. Po, ajo shumë është e qartë, domethënë kushtetuta juën është nacionale kushtetutë konsensuale, pra qeverisja konsensuale e shtetit, dhe aty është shumë e qartë situata që partia më e madhe fituese, domethënë ajo i vjen me kërku, domethënë s'fali me bë i jepet mundësia që me zgjedh, domethënë kur flasim për kryeministin. Po kur folim për presidentin në mënyrë të veçantë se këtu po do më ndal, normal që nuk mundesh në kuptimin politik, nuk mundesh me thonë deputetit të opozitës nuk ke çare panaj se s'ki tjetër zgjidhje veç me abo forumin subjektit politik të caktuar më të madh edhe ajo me realizu qëllimet e veta politike jashtë sistemit konsensual kushtetues që kena na. Unë shumë e qartë jam këtë, nuk e di sa marrin vesh populli, po unë shumë qartë na kena qeverisje konsensuale brenda shtetit tonë. Kushtetuta jonë konsensuale. Partia më e madhe duhet me qenë më toleruese dhe është obligative me kërku domethënë formulën e zgjidhjes së problemeve. Ajo pesojna varet, nuk varet për opozitës. Opozita nuk mundet me bë numrat veç që asona me realizu dëshirën dhe vullnetin e vetë. Dhe opozita përfason diçka, përfason pjesën tjetër të popullatës që ka fitu vota prej tyre. Pra nuk mundeshti me kërku me çdo kush me thonë domethënë opozitorëve rrini ju brenda bënë një forum në leta zgjedhaj kondon, sepse këtë problem që s'ka është kundërshtim edhe me parimin konsensual të qeverisë brenda shtetit. Se kjo po hu, se domethënë kushtetuta jonë është shumë e qartë, do të lidh konsensus, pa konsensus mundesh të realizu çështje, që është për shembull na i kena disa limite me kushtetutë. E ki limitin që pa 2/3 së në gjithë konstituentin e namit, e ki limitin tjetër që pakicat e dëshu kushtetutën dhe me kërku 2 fishën e pakicave brenda me votu, natërish dhe me votu, dhe marrëveshje betontore që do të me pos 2/3. Pra këto janë limite kushtetuese edhe të presidenti edhe këto që përmeni. Pra këto shkojnë vetëm me konsensus. Nëse nuk ka konsensus, atëherë nuk mundesh kur që me bon këtë temë, nuk mundet asë gjykata kushtetuese me ta zgjidh problemin as askush, as hoxha, as prifti, as kërkush të ta zgjidh më probleme. Pra problemi është politik dhe kërkohet nga subjekti më i madh politik të jetë domethënë më tolerant, më fleksibel, edhe pse jo me bo një listë njëse, bashkarisht me ulë opozita bashkë me bo një listë njëse, po jo në qëllime politike, se shumë ka posërën e parë në ju propozoni e kemi që shkallën e shkrima një punë në numër, herën e tretën. Që gjithë në gjashtë e nishë, ma ashtu nuk me opozita për mbrana. Nuk po kushtetutë në punë, që e bo këtë punë që i të të nëndë najtë brana. Kushtetuta jo në shumë e qartë, të të jenë të praneshëm. Kjo nuk ta garantën pranueshmëri nëse s'ki konsensus brenda parlamentit Kosovës. Unë edhe ne për përsërisin, ne jemi shtet konsensual. Në kushtetut, na shkruajmë jemi qeveri konsensual, ose na quajnë shtet qeverisës konsensual. Sepse ky sistem nuk ta lejon tjetër, dhe këta si vetë vendose nuk po binden, ose nuk po morrin vesh që kjo punë nuk bëhet ndryshe, përveç asaj që thot kushtetuta dhe që kërkon si qeverisë konsensuale. Pra s'mundesh këtë punë mi kry vetë në këtë kushtetut, sepse kjo kërkon sistem tjetër të marrëveshjes apo Gjermania, dhe Gjermania të një situatë, ata kanë sistemin proporcional të zgjedhjeve, janë në disa shtete të tjera, madje edhe Nicaragua e ka çashtu, pra janë disa shtete që kanë këtë sistem, që edhe kushtetuta bazohet në qeverisje, se këta po mendojnë që proporcioni ekziston veç për zgjedhje s'ka lidhje me qeverisjen e shtetit. Jo, gabim është ajo punë. Sistemi proporcional i takon sistemit politik. Dhe aty qeverisët bëhet aty sistemi politik në sistemin proporcional qeverisë shtetit, në qeverisë e sistemi majoritar. Për atë arsye të i ki 50+1, e merr shumicën, po s'ka shansa çka me kalu 3 situata tjera, që është domethënë me kalu me zgjedhjen e presidentit,
me kalu marrëveshje ndërkombëtare dhe me bën ndryshimin e kushtetutës që lypen 2-3 apo dy fishki 2-3 të pakicave. Pra, duhet me kuptu vendosja. Ne për gjithmonë se kjo kushtetutë është çështo dhe duhet me qenë fleksibile me kërku tolerancë, natyrisht me tolerant mas po rivert, pastaj me kërku bashkëpunim me opozitën. Se opozita për këtë arsye nuk ka kush që obligoj me nejtë mrena se s'ka mekanizëm. Tjetër me thonë, mos rrim rana, ai s'rrim rana. Dhe s'ki mekanizëm që e hupaj mandatin, se ka mandatin e popullit, që ka do mandatin popullit dhe të sun jamer, s'ka kush që jamer atina mandatin deputetit as opozitarëve, edhe nëse e bëki punë, edhe nëse obligon që ka të kështetu se ta 3 paqare mrena, e ta s'rin. Sepse e din që mandati është i përcaktuar qartë në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, ai mandat nuk ku dhe nuk mundesh me ndrutje ato. Pra s'ka shansa, prandaj kur e di që është kështu, atëherë do të më kërku domethënë mundësinë që është më e lehta për zgjidhje. Pra konsensusi i ndërtuar. Zoti Burjani, ju falenderoj shumë për kohën që ndat dhe vështrimet natyrisht me gjithë shikuesit tanë. Faleminderit shumë, shumë kënaqësi që folëm bashkë. Faleminderit dhe juaj.